Vijon protesta e banorëve të fshatit Bakseriol në Velipoj prej 10 ditësh. Ato protestojnë për ndërtimin e resort turistik në zonë. Prek Molla, përfaqësuesi i banorëve, shpreh se protesta nuk do ndalet dhe do i tregojmë shtetit shqiptar se këtë pronë nuk e lëshojmë. Sa tash dita 10 që jena këto. Protesta vazhdon. Sa dihet sa jena më pak sepse njerëzit edhe kanë punë kanë ashtu. Kanë problemet e veta. Nuk do të lëmë protestën. Protesta do të jetë ditë për ditë. Ju them me binje dhe e këte besonje që do t'jem në pranë ambasadës amerikane. Gjithashtu, një ditë e cila do të shfaqet, do t'jetë me gra dhe me fëmijë dhe nuk do t'ketë më pajtim. Nuk do t'ketë, kena duru ball me paqë. Sot policë, jena falëndërues ndaj jush që po na mirë kuptoni. Edhe ne sot kena ardhur vetëm që ti tregojmë shtetit shqiptar se këtë pronë nuk e lëshojmë. Një mesazh e kishte edhe për Bashkim Ulaj. Ati Bashkim Ulaj kisha tharën, me që e burr, në besë time, mund vesh. Mund vesh këtu edhe pas që konsult me ne. Ti ban të fortin. Ti ban të fortin se ke polis me vetin. Ne s'kena polis me vetin. Shtetin ka me vetin. Unë jam i fort se kam letrat. Ti i fort se ke policin. Por do të vinë kjo koha dhe ty o Bashkim. Si që kanë thirat kolegen të dhe atë mikeshen të atje dhe do të shpejt do t'jetë pas hekurave. Ma e men që të thot Prek Molla se ke për të kanë edhe t'jatje. Ma e men se i to që po bani ty në njerëzve, i to që po i poshtran edhe po i përlonan. Ma e men se mos qo se shteti nuk pëndormi ty, ka me të bu zoti. Ka me të bu zoti mi familjen tane. Ma e men që të thot Prek Molla. Gjatë këtyre ditëve të protestave ka pasur përplasje dhe shoqërime me forcë të banorëve nga policia, ndërkohë me datë 13 shkurt do të jetë gjyqi në gjykatin administrative Tiranë për vendimin për mas sigurie për pronat. Nëse keni sa do pak një njerëzore, edhe keni familje, ju lutem vetëm 3 ditë, se kam gjyqin me 13. Vetëm 3 ditë banje protest ju për ne. Do t'je mirjos tani jetën për ju. Unë nuk e njoftë kushini. Vesh, ju betohem që do t'je mirjos për ju. I ky burg si po ban ju burgun për na bani ju punëtor. Nëse ju nuk vini këtu, unë e di se jeni në shtetit unë. Vetëm 3 ditë kërkoj për ju. Nëse jeni burra, 3 ditë ja paguj vetë, e 3 ditë ja japun në sytit ty në burra i do.